live nëpërmjet Time Media dhe Time Center. Siç ju premtuam, sot jemi në serinë tonë të aktiviteteve të radhës, në formulën ajo që pyesim është ajo që mësojmë dhe nisëm pak ndryshe. Nisëm pak ndryshe nga gjitha aktivitetet e tjera. Sot kemi të ftuar një zonjë shumë speciale, që e pa që ka shumë talent, e cila quhet Casey Mia dhe do të na flasi sot për të gjitha pyetjet që ne kemi. Do flasim për muzikën klasike, do flasim për violinën, do flasim për sallat e mëdha të shfaqjeve dhe për çdo pyetje dhe kuriozitet që ju keni. Casey, faleminderit që erdhe në Time Center. Ne kemi një formulë, këto janë aktivitete ekstrakurrikulare që janë pjesë e programeve tona për të mësuar sa më shumë. Kemi një parim, nuk ka pyetje të shëmtuara, nuk ka pyetje të gabuara, ka përgjigje të gabuara. Kështu që ne do të bëjmë çdo lloj pyetje, por do një pyetje të tepër të kërkojmë ndjes paraprakisht, ke drejt mos përgjigjesh. Ti filloj unë pyetjet e para apo do t'i filloni ju? Në rregull, filloni ju me pyetjet e para apo do të Po. Përse e ke zgjedhur të bësh këtë profesion? E kam zgjedhur këtë profesion sepse më jep shumë kënaqësi dhe është shumë kur që të luash për të tjerët. Është diçka mendoj ndryshe nga profesionet e tjera. Po ujë. Është vërtet që nuk të luash në violin? Është vërtet që mund të luaj në violin? Po, por çdo mund të fillojë dhe ta mësoj. Unë e kam filluar që në moshë të vogël, që në moshën 6-7 vjeçare, tek liceu artistik Jordan Nisja. Edhe ashtu që e vogël jam trajnuar derisa kam arritur deri këtu. Po, kush ka pyetje tjera? Po. Sa e rëndësishme është arti për ty? Mua shumë e rëndësishëm, dhe mendoj që të gjithë duhet ta pritim sa do pak artin, sepse përveç nga ana kulturore që na ndihmon shumë, na hap horizonte të reja, mendoj që e zhvillon shumë edhe njeriu. E zhvillon që të jetë më i zhdërvjellët, të kuptoj tjetrin, të dëgjojmë shumë të tjerët, sepse të njëjtën gjë bëjmë dhe ne. Kur luajmë në një orkestër ose në një ansambël, përveç se ne dëgjojmë veten se si luajmë, mundohemi që të dëgjojmë edhe të tjerët dhe të jemi më së bashku. Po. Cila është kënga jote e preferuar kur i bie violinës? Pjesa e preferuar. Pjesa e preferuar. Unë kam shumë në fakt, kam luajtur shumë nga repertori klasik, po themi. Po, një nga kompozitorët që unë do specifikoja, mua më pëlqen shumë Tchaikovsky, është një kompozitor rus, klasik. Temat e tij më pëlqejnë shumë. Po, Matis. Të pëlqen shumë muzika me violin? Po, më pëlqen shumë dhe e kam filluar që e vogël të studioj. Kështu që gjithmonë ka tërhequr muzika klasike edhe violina sigurisht. Casey, do na tregosh pak për veten? Po, atëherë unë quhem Casey Mia, jam 19 vjeç. Aktualisht studioj në Fakultetin e Arteve, në Universitetin e Arteve. Violinën, siç thash, e kam filluar që e vogël, duke parë televizor, koncerte, orkestra të ndryshme, sidomos ajo koncerti të Vienës, që besoj të gjithë shqiptarët e dinë. Ju e dini që vitën e parë të vitit të ri, është koncerti i Vienës që ndjekim në mëngjes. Kjo është si traditë familjare që gjithmonë shikoj koncerti i Vienës. Dhe aty jam inspiruar që të bëj dhe unë si ata, të ndjeka unë të ëndër, edhe pse është e vështirë. Mendoj që me punë dhe pasion arrim të përmirësohemi e të arrim ëndra që duam. Unë di që ti je shumë e re, po ke një CV shumë të pasur, me udhëtime, me eksperienca, do na flasësh pak për eksperiencat e tua? Eksperiencat e mia kam filluar që e vogël në fakt, më për orkestrat e shkollës, më pas kemi bërë shumë bashkëpunime edhe me orkestra të tjera, shkolla jonë me shkolla të tjera ose me orkestra të tjera. Por ajo orkestri që unë jam ndërmarrë individualisht, ndodhi tek Young Concert Kërbau 2022. Unë rastësisht më doli si një reklam që dali në Instagram, pash çfarë kërkonin për audicion dhe bëra një video ku bëra të gjitha pjesët që ato duheshin
Dhe pas disa kohësh më përgjigjen që jam e pranuar. Dhe ishte një gëzim shumë i madh sepse ajo është një nga orkestrat më prestigjioze, sidomos për të rinj dhe instrumentistët e rinj që duan të fillojnë këtë profesion. Dhe përveç se isha ndër të parat shqiptare, si me thënë, ishte edhe një eksperiencë shumë e bukur sepse aty kisha mundësi të njihja instrumentistë shumë profesionistë, doja më shumë rreth profesionit tim, edhe përveç se të vizitoja vende të ndryshme si Hollanda, që është një vend i mrekullueshëm, pata dhe privilegjin që të luaj në orkestër në disa nga sallat më të rëndësishme, si në Konservatoriu edhe në Elfilharmoni në Hamburg. Kështu që ajo ishte eksperienca ime e parë që më pas hapi dyert dhe në tjera. Pra, Casey ka qenë pjesëmarrëse në disa vende, ku ka parë orkestrat e disa vendeve, për t'ia shpjeguar unë pak në fjalë më të thjeshta, po si merret pjesë në për këto audicione. Audicionet bëhen me video, ku ju mund të interpretoni pjesë dhe i dërgoni. Ka një juri profesionistësh e cila i gjykon dhe në varësitë e tyre e thret pastaj aplikantin që ka marrë pjesë. Do të bëjmë një dorë tërkitje sepse është e vetmja shqiptare. Sa e rëndësishme është të studioni ta? Mendoj që është shumë e rëndësishme, sepse të zhvillon si njeri, përveç se kulturës që t'jep, unë mendoj që çdo njeri duhet në jetën e vet të shkojë dhe të dëgjojë një muzikë klasike ose një koncert klasik. Sepse ndjesia dhe emocionet i jep shumë madhështore. Mendoj që njerëzit thjesht nuk kanë shumë informacion ose nuk kanë pasur dikë që t'i tregojë që shiko se ka edhe këtë lloj zhanri. Dhe mendoj që duhet promovuar më shumë që njerëzit të kenë një njohuri më tepër. Duhet promovuar më shumë, a mendon se bëhet aq sa duhet në Shqipëri? Me thënë të drejtën jo. Mendoj që duhet ka filluar të shikoj për shembull në disa vende që flasin dhe fëmijë, kur kanë shfaqje dhe mendoj që kjo është një gjë pozitive, sepse duhet që të marrim dhe gjeneratën e re, t'i tregojmë që kjo art dhe kjo instrument, kjo kulturë ekziston. Unë do të bëj disa pyetje edhe për ata që na ndjekin live. Ndërkohë që ju mund mendoni pyetje dhe mund bëni çfarë do lloj pyetje të dëshironi ju. Shohim përpara që kemi instrumentin e violinës. A mund na demonstrosh pak për fëmijët si funksionon? Atëherë, unë do të filloj të shpjegoj pak pjesët që do të keni një ide të përgjithshme. Atëherë, instrumenti i violinës mendohet të ketë filluar që në vitin 1550 dhe siç dihet disa nga prodhuesit ose luthieri quajmë ne, ustallenj si me thënë të violinës, janë normalisht më i famshëm Stradivari, Amati, Guarnieri, ka shumë. Atëherë, kjo është koka e violinës, ka një formë si kërmill, këto janë çelësat dhe telat që janë mi la re sol. Kjo është pjesa e tastierës ose bishti. Këtu poshtë kemi këto efet dhe janë të hapura sepse ndihmojnë që të depërtojnë tingullit tek publiku. Më pas është ura, busha dhe jastiku që ndihmon për të mbajtur violinën. Tani, kur interpreton, kush është dallimi kur interpreton në grup dhe kur interpreton në një plot? Atëherë, kur interpreton në grup, zakonisht gjithsecili ka pjesën e vet, le të themi në orkestër, gjithsecili ka pjesën e vet vija melodike që duhet të ndjeki dhe është pastaj mjeshtria e kompozitorit që bën të mundur që kjo muzikë secili instrument të ndërthurën me njëra tjetrën dhe të krijojnë atë magji. Ndërsa kur je soliste, ti ke pjesë kryesore dhe ke më shumë teknike, më shumë pjesë teknike të themi. Është ndryshe nga orkestra, sepse ti duhet edhe të përshtatesh dhe të dëgjosh të tjerët. Flasim për pjesën kur jemi në grup, kur jemi në një orkestër. Si jeni në harmoni me njëri tjetrin? A dëgjoni njëri tjetrin apo secili ka pjesën e vet?
Sigurisht që secili ka pjesën e vet që duhet të ndjeki, po sigurisht duhet edhe të dëgjojmë të tjerë në mënyrë që të jemi unison, të dëgjojmë si Pra, janë. të dikosh njëkohësisht të dyja. Po, duhet të mësohesh që të dëgjosh edhe të tjerë, ndërkohë që ti luan dhe vet. Ose të dish melodinë e një instrumenti tjetër që po luan ndërkohë. A mund të ndikojë nëse dikush ngartëron pjesën? Mund të ndikoj, po, por është një shprehje që ka thënë Beethoveni, nuk ka rëndësi, është e parëndësishme nëse ti luan një notë gabim, është e pa justifikueshme nëse ti e luan pa pasion. Kështu që mendoj që më rëndësishme është që të gjithë kemi një qëllim edhe japim maksimumin për atë. Gjatë kohës që ti e duke luajtur, mund ta dallosh dikë që gabon nga pjesa e skuadrës? Nëse është dikush i ngjitur dhe bën diçka të vogël, edhe mund të kuptohet, po, është diçka që mund të merret vesh, po është kur ti gabon mundohesh ta kamuflosh dhe të ecësh gjithmonë përpara. Tani unë kërkoj ndjes për nivelin e pyetjeve të vita, po unë do të bëj të gjitha për gjithë ata që na ndjekin live. Pra flas në emër të tyre. Pyetje që më bëj çdo njeri që shef një interpretim, pra profesor është shumë e rëndësishme që të dini që arti ka shumë dimensione dhe në kohët moderne, në kohët që po jetojmë, ka një pjesë të artit që është shumë e bukur e cila nuk promovohet shumë, siç është opera, siç është recitalet me muzikë klasike, pra nuk promovohen shumë. Duhet i promovojmë më shumë dhe duhet i shikoni që dhe këtu është art dhe është art shumë cilësor. Dhe ju mund keni shumë pyetje kur shihni disa violinistë ose një violinist dhe një pianist, pra që një orkestër të madhe që interpretojnë me njëri tjetrin dhe mund t'ju keni dur pyetje të tilla. Kur e keni parë, se si bëhen gjithë bashkë, si mund bëhen bashkë dhe si del një pjesë. A mund ma shpjegosh, hapas afi, si bëhet dirigjimin nga, duke filluar nga dirigjuesi dhe nga gjithë veglat muzikore të rrugës orkestrale. Atëherë, siç thash, secili ka pjesën e vet dhe dirigjenti mundohet të vënë pa stilin e kompozitorit. Mundohet që ne të jemi një, të dëgjojmë më shumë, na jep sugjerime ku duhet luajmë më forte, më piano, pra më shumë, më lehtë, më butë, dhe na unifikojnë. Po Isa? Si mund t'i kuptosh ato ritmat e letra? Notat, po. Ato notat mësohen që kur kam qenë e vogël, duket pak abstrakte për njerëzit që nuk kanë mësuar më përpara, por është diçka që mësohet me kalimin e kohës. Dhe kjo është e bukura e muzikës, sepse nuk ka rëndësi çfarë nacionaliteti ose nga cili vend vjen, sepse të gjithë muzika i bashkon. Nuk ka rëndësi nëse je japonez, nëse je shqiptar, nëse je indian, të gjithë janë me një qëllim për muzikën dhe shkrimi muzikor është universal. Pra, që mëson në Shqipëri, e mëson dhe dikush tjetër në një vend tjetër të botës. Notat janë universale. Janë universale, të gjithë i kuptojnë njësoj. Po. A të pëlqen ndonjë vegël tjetër më shumë se violina? Të pëlqen një vegël tjetër më shumë se violina? Si që thash, instrumentet e frymës më pëlqejnë shumë, për shembull flauti dhe goja. Po. Ishim pyetje. Po. A të ka shtyrë dikush për të bërë violiniste? Patjetër që prindrit kanë qenë iniciatorët e vitit të parë, ato kanë parë që unë kisha një veç për muzikë, pëlqeja, mendoja të kërceja, dhe ato kanë qenë të parët që më kanë drejtuar drejt artit. Pastaj me kalimin e kohës, më fillova ta mësoj violinën dhe fillova të pëlqente akoma dhe më shumë. A keni mesazh për nxënësit? Po, do t'ju jap pra. Keni mesazh për nxënësit? Unë do thoja që është rëndësishme që fëmijët edhe të rinj të ndjekin ëndrat e tyre, sepse shpesh herë themi ose dëgjoj këtë shprehje, po ç'do bësh ti me violinë, ose çfarë të duhet violina, por që gjithë secili në fushën e vet mund ta gjejë veten dhe mund të krijojë diçka ndryshe, që ne nuk e kemi parë më përpara, ose diçka që ne na mungon në Shqipëri për shembull. Edhe është rëndësishme që të kesh një pasion, sepse kur ke një pasion, ti mendon ndryshe dhe krijon diçka unike, që nuk është parë ndonjëherë. Po, pyetje.
A ishte e vështirë kur ti fillove të luaj violinën? Patjetër që ka qenë e vështirë, se çdo gjë është e vështirë ta fillosh, sepse të duhen orë të tëra të studiosh edhe të mbash pak violinën, pozicionin. Është pak e vështirë, po me vullnet edhe durim mund t'ja dalësh edhe mund të duash si mua sot. Edhe kam bashkëletur piano dhe ka qenë pak e vështirë. Po, gjithmonë është e vështirë, fillimi gjithmonë është e vështirë se ati të adoptohesh edhe të kuptosh. Por ti e fiton këtë aftësi, e ke më të thjeshtë më vonë sigurisht. Po, Në qa koncerti i ke rënë violinës? Në shumë koncerte, në koncerte recitale, në konkurse, në për orkestra të ndryshme, pra kudo. dhe kemi dhe një surprizë. Ne kemi programuar disa projekte. Një nga projektet është që do ta quajmë Zysh mësuese Casey, do të jetë pjesë e stafit ton dhe do të fillojmë të gjitha kurset e veglave muzikore. Ju e dini që kemi kurset e veglave muzikore, do të fillojmë dhe me mësuese Casey kurset për violinë. Shumë shpejt brenda nëntorit. Kjo është surpriza e parë. Surpriza e dytë është që kemi dy projekte shumë të bukura që do t'i zbulojmë në ditët në vazhdim. Ku kuptohet që nëse ju i bëni detyrat bukur, i bëni detyrat pastër dhe keni dëshirë që ta angazhoheni, unë e di që ju midis jush ka shumë të talentuar, ju jeni fëmijë shumë të mirë me cilët me ju ne krenohemi dhe unë e di që ju keni shumë talente dhe shumë gjëra të fshehura që do bëjmë gjëra shumë të bukura në ditët e vazhdim, sepse po vinë ditët e festave, dhe janë festat më të bukura të vitit. Vazhdojmë me pyetjen. Po, A ka pëlqen dhe një sport si basketbolli dhe futbolli? Po, më pëlqen shumë për shembull patinazhi në akull, gjithmonë ka pëlqyer shkoja lojrat olimpike, edhe pak di jam vetë, nuk është se jam një profesioniste, por që patinazhi në akull do ta theksoja më shumë. po, Sa ti doje që ta mësoj violinë? Sa ditë apo Sa ditë. Sa ditë. Tani mësimi i violinës ka filluar gradualisht. Unë e ka filluar që e vogël 6 vjeç. Në fillim ti mëson posturën, se si ta mbash, si të tërheqësh harkun, pastaj ti fillon me disa ushtrime të vogla. Pra mund të zgjasë rreth një vit kjo gjë, nëse ti praktikohesh dhe e merr avash avash. po Iza. Cili është kafsha në preferuar jote? Mua më pëlqen shumë macet. Janë shumë të lezetshme. Po, kemi pyetje? Po, Matia. Në sa vjeç që ke marrë violinën? Në moshën 6 vjeçare, në klasë të parë. Kesi, kush janë projektet e tua për të ardhmen? Projektet e mia për të ardhmen janë të marr pjesë në sa më shumë orkestra, të zhvilloj aftësitë e mia, edhe se jo në një të ardhmen një pjesë e njëra prej tyre. Ne urojmë që të jetë pjesë dhe kur ta shohim në televizor do ndihemi gjithë krenar që kemi takuar. Apo jo? Kemi takuar para se të bëhej shumë e famshme. Po, okay. Për shembull, të pëlqen dhe një lojë me top, volejboll, basketboll. Po, unë për shembull në shkollë, kur kishim fizikulturë, duanim volejboll. Edhe unë jam. Po, Kush ka qenë në orkestra jote që ke shkuar dhe e gëzuar më shumë? Ka qenë, unë mendoj që në çdo orkestër që ka marrë pjesë, ka qenë një event shumë unik. Po, njërin që unë mund ta specifikoj, sepse ka qenë dhe hera ime e parë që unë mora pjesë në këtë orkestër kaq të madhe, ishte ajo në Amsterdam, te Jan Concert Bilbao. po, Kush është ngjyra jote e preferuar? Mua më pëlqejnë të gjitha nga pak. Ndoshta më e preferuara mund të ishte ngjyrë burkali ose turquoise, si thuhet në anglisht. po. A kishe shumë emocione kur fillove të bie violinës? Po, gjithmonë artisti ka një lloj emocion kur fillon, sepse je para publikut dhe ke një lloj përgjegjësie,
Po me kalimin e kohës ajo ikën edhe ti thjesht përshifrohesh te pjesa. Casey studion në një universitet që quhet Akademia e Arteve. Jeni me kurios, keni pyetje si bëhesh artist? Ose si është ti je zënës në këtë akademi? Do pyesi ju apo do na tregoj vetë? Po, do na tregosh pak si është jeta e një studenti në Akademinë e Arteve. Mund të them që shumë e ngarkuar. Fillojmë me leksione të ndryshme ku mësojmë rreth psikologjisë artit, harmonisë, solfezhit pra ku mësojmë notat. Kemi shumë lëndë të tjera ku mësojmë rreth violinës, rreth historisë së artit, muzikës. Violina, më pas kemi dhe lëndë ku ne luajmë muzikë dhome quhet, pra luajmë në kuartet ose kvintet varet, ku luajmë dy ose më shumë persona në orkestër, pra ka disa lëndë që ne të zhvillojmë. Sepse ju mund të ndoni që nëse do studiosh violinën, ju dhe ata që mund të ndjekin, nuk ket nga ata që mendojnë që nëse do studioj violinën, do merren gjithë ditën me violinë, po nuk është kaq e lehtë. Pra, përveç se bëjnë shkollë, studiojnë historinë e artit, lexojnë libra, studiojnë pjesë, studiojnë kompozitorët, bëjnë edhe ushtrohen shumë në shtëpi. Është një ditë e ngarkuar se duhet të ushtrohen në shtëpi. Duhet të kenë shumë disiplinë. Pra, duhet të kenë për ditë, duhet të kenë një disiplinë të rregull, ashtu si një sportist, një futbollist stërvitet për ditë, ashtu dhe një artist duhet që për ditë të stërvitet për të kapur notat sa më mira. Sa orë punon ditë me ditë? Unë mund të them që minimalisht 4 orë në ditë ose më shumë, po mendoj që është e rëndësishme që gjatë kohës që ti studion të jesh produktiv. Pra, mund të studiosh dhe më pak, por rëndësishme ka që ti të zgjidhësh atë problemin që ty të mundon. Po, Akia, do bëjmë edhe 5 pyetjet e fundit, do ta mbyllim se do të vazhdojmë me detyra. Kur ke qenë e vogël vetëm violinës i ke rënë? Po, unë kam filluar me violinë dhe më pas instrument sekondar ka qenë dhe piano, që di disa gjëra të vogla, por më kryesore ka qenë violina. Po ne. Cilat janë notat më të vështira që ke bërë? Ne mund të themi që kemi disa teknika të vështira, për shembull ricochet që bëhet me hark, ose notat lart në tastier mund të jenë pak më të sikletshme, po themi. Po. A ke provuar ndonjëherë të ndjesh kitarës? Në fakt, babai im luan kitar për shef. Jam munduar pak, po nuk është se e kam studiuar profesionalisht. Po. Ke bërë ndonjëherë gabim duke i bjerë violinës në koncerte? Po, edhe mund të ndodhë që ndonjëherë të rëshket një notë ose nuk e bën ashtu siç ti e mendoje, sepse jemi njerëz, gjithçka mund të ndodhi, por e rëndësishme është që ti të vazhdosh edhe të mos ngelësh aty. Të ka rënë ty? Po, mua edhe mund të ketë ndodhur kështu. Po ne. Sa vite ke që ke lërë violinë? Tani po bëhem rreth 13 vite. Mirë. A u knaqe sot? Po, ishte shumë eksperiencë. A u knaqe? Po! Do një bërë të kike shumë fort. Casey, si shtam, është pjesë e shtëpisë, do të bashkohet institucionet tonë, kështu që do ta kemi çdo ditë këtu dhe do të keni mundësi ta pyesni ju dhe gjithë nxënësit që janë dhe të angazhoheni në kurset e muzikës. A keni mesazh për gjithë prindërit? Mendoj që është shumë e rëndësishme që fëmijët të dinë diçka rreth instrumentit, të mësojnë më shumë dhe është një plus për kulturën e tyre në të ardhmen. Me aq sa nga kemi ndjekur virtualisht, dhe me aq sa ke sot, do merresh një mendim për ta mësuar? Më pëlqen shumë si institucion, sepse përveç se i edukon fëmijët në lëndët e përgjithshme, më pëlqen edhe që të jep një vëmendje edhe artit. Shumë faleminderit që ishe pjesë e
intervista të tjera.